Dhe pastaj gjithë ajo histori me ato sulmin, ka e pash vetë dje, me sytë e mi, shkova, vizitova një mobileri, prodhon mobilje, divan, i të shetë në Itali, i shetë në Gjermani, Bert Simagu shkret, 20 vjetë mes Tutkallit edhe Çekiçit. Me qenë se i kisha shkuar unë vizit, ju tur Gonja, me gjithë call centrat e vetë, edhe me gjithë maskarejnë që e shoqërojnë, edhe pjesa tjetër e halabakve 10.000 llogari falso, ju turën, duke i bërë komente, divanat e këti nuk bëjnë, mos blini mo divanat e ky. Edhe shtuar e këtu dhe ca aktivistë një partije politike në Kosovë, që është turpi tyre, edhe turpi atyre udhëheqësve, që minimalisht u ka dalë partia nga kontrolli për të qenë korrekt, se them drejtën nuk ma nxe goja të shoh dhe të ta thoja që po mirë si ka mundësi, po që se e doni kaq shumë Shqipërinë. Hajde pra bëni pushimet në Shqipëri. A i doni Shqipërinë ju? Pushoni Shqip, hani Shqip, konsumoni Shqip, blini domate shqiptare, hani kastraveca shqiptar, djath, dele, dhije, lope shqiptar. Apo këto duhen sharë, hotelet duhen sulmuar, mos pushonin në Shqipëri, mos hanin në Shqipëri. Po kjo është pra ajo që po themi kemi kaq kohë, po e nxorri kokën, dhe prandaj ajo që gjojmë tu, ajo që ka bërë sot Partia Demokratike për të kallëzuar një koncert, është edhe shpreha më kuptim plot e faktit që flamingot kanë fluturuar, sorra kanë mbetur aty, edhe kjo protestë nuk është më e flamingo, është e Saliut dhe zogjve të Saliut si punë të save që kemi bezdin, por duhet i dëgjojmë edhe këtu në sallë. Faleminderit. Faleminderit. Gjova pak më përpara zotin Balla dhe zonjë nuk më dha të drejtën e replikës, gjithsesi, edhe lidhje edhe me çështjen. Mu duk, ndoshta nuk vlen shumë krahasimi, por jeni produktet e realizmit socialist dhe zoti Balla mu duk tamam si ai Nuri Beu tek koncert në 36, që paguan tek koncert që ngihesh për tërhequr vëmendjen e njerëzisë mos dilte në shesh. Dhe ajo që është më e trishtër se si një forcë e majt nuk e kupton dot reagimin e njerëzve. Po flet për shtet paralel. Mjafton të kujtoj që Elon Musk, biznesmeni më i pasur në botë, i bër vet, jo klient qeverie, momenti që mbajti anë politike në mbështetje të presidentit Trump, është masakruar online, madje edhe nga kongresmenë dhe senator amerikan në Senat. Tani çfarë prisni ju? Që të dalin klientë ndryshëm qeverisë, të fyen njerëzit edhe prisni mos ketë reagim? Së dyti, zoti Balla, kam edhe diçka tjetër, sapo është bërë publike dhe shumë tragjike, po shumë tragjike. Qendra spitalore universitare Nën Tereza, më e madhe në Shqipëri, ku përplaset gjithë Shqipëria, sapo ka bërë një shpallje kërkesë zyrtare për donacion. U bën thirrje të gjithë shqiptarëve të vinë të japin para për blerë pajisje. Dhe shiko zoti Balla, kërkojnë 15 respirator, kërkojnë 5 monitor pacienti, kërkojnë endoskopi, kërkojnë shiringa elektrike, kërkojnë 5 EKG, kërkojnë kompjutra, kërkojnë printera, kërkojnë fotokopje. Nuk i ka që SUT-ja. Tani nuk u vjen zor që 4.2 milion euro ja dhat një këngëtari dhe jo shqiptarëve që s'din ku të kurohen, zoti Balla. Kjo është e rëndë, zotri. Ja ku shkuan para tuaja, ndërkohë që duhet shkonin këtu te shqiptarët të cilët nuk kurohen dot në spitalet tuaja. Kjo është e dhimbshme, zoti Balla. Kjo është e tmerrshme. Faleminderit. Edhe një herë për replikën, zoti Kapri, kur të ndroni mbi emrin, atëherë do keni dhe replikën. Ju përfaqësoni zotin Kapri deri sot.
kalojmë në pikën e 11 të rendit të ditës, projekt rezolut për vlerësimin e përdimtarisë së endit rregullator të energjisë për vitin 2025. Në bazë të 103.3 fraksion 1 rregullores, projekt rezoluta prezantohet nga relatori i Komisionit për Nismat Qytetare. Zoti Bejleri, fjala për ju 20 minuta. Faleminderit e nderuar drejtues e seancës, dashur kolegë. Sot po prezantojmë projekt rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së endit rregullator të energjisë për vitin 2026 si dhe për vitin 2025 si dhe rekomandimet për vitin 2026. Kuvendi i Shqipërisë, duke njohur endin rregullator të energjisë si rregullatori i vetëm dhe i pavarur për mbikëqyrjen dhe funksionimin e lirë të tregut të energjisë elektrike, si dhe të gazit natyror, si dhe për ruajtjen e ekuilibrit nëpërmjet interesave të konsumatorëve, shtetit dhe sipërmarrësve në këtë sektor. Duke vlerësuar veçanërisht rritjen e prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme, ku energjia nga burimet fotovoltaike tashmë përfaqëson rreth 18% të kapacitetit të instaluar në vend dhe gjatë vitit 2025 gjeneroi një prodhim prej 832 gigawatt-orë, një hap i rëndësishëm drejt një sistemi energjetik të diversifikuar, më të pastër dhe më të qëndrueshëm. Duke vlerësuar se sistemi energjetik shqiptar ka vjuar të përmirësojë performancën e tij dhe konkretisht në sistemin e transmetimit të operuar nga OST-ja, humbjet teknike ulen në 1.9%, ndërkohë që në rrjetin e shpërndarjes të administruar nga OSSH, humbjet zbriten në 16.96%. Duke konsideruar se një liberalizim i mëtejshëm i tregut të energjisë elektrike synon një siguri më të lartë furnizimi dhe një zhvillim më të mirë të tregut të energjisë elektrike. Njëkohësisht, Kuvendi shërtoi veprimtarinë e endit rregullator të energjisë për vitin 2025 dhe vlerëson vendimarrjen e erjes në lidhje me çmimet e shitjes me pakicë të energjisë elektrike për klientët fundor për vitin 2025. Ulja e çmimit të energjisë elektrike ka një impakt të drejtë për drejtë në afro 87% të klientëve familjar, konsumi i cilëve është afërsisht 700 kWh për muaj. Vlerëson punën e bërë nga ERE për të adresuar sfidat që lidhen me promovimin dhe integrimin e projekteve për impjantet e prodhimit të energjisë elektrike për vetprodhuesit. Rritja e prodhimit të energjisë nga impjantet fotovoltaike, 11% të prodhimit vendas total për vitin 2025. Përmirëson sigurinë energjetike të vendit duke diversifikuar burimet e energjisë. Gjithashtu, vlerëson punën e bërë nga ERE lidhur me fushatat, promovuese për modalitetet e funksionimit të platformës së krahasimit të çmimeve në tregun e lirë, si një hap të rëndësishëm i cili siguron transparencë dhe konkurrencë në treg, duke mbrojtur interesat e konsumatorëve. Kuvendi i Shqipërisë kërkon që enti rregullator i energjisë për vitin 2026 në përmbushje të detyrave të ngarkuara me ligjë të angazhohet veçanërisht në këto drejtime. Pika e parë, në kuadër të mbrojtjes së drejtave të konsumatorëve dhe të përmirësimit të shërbimeve të operatorëve të energjisë, të rrisë përpjekjet që brenda vitit 2026 platforma digjitale për trajtimin dhe zhurmimin e zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve të jetë funksionale dhe në shërbim të konsumatorëve, duke bërë të mundur jo vetëm adresimin online të ankesave, por edhe ndjekje në çdo kohë të procesimit të shërtimit të tyre nga ERE. Adresimit të kërkesave të ERE tek të licencuarit, përgjigjen e të licencuarit e deri në përfundimin dhe zgjidhjen e procesit. Pika e dytë, ERE të marrë masa rregullator për përmirësimin e standardeve të cilësisë së shërbimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë, duke synuar rritjen e treguesve të performancës, uljen e kohës mesatare të ndërprerjes, si dhe përmirësimin e treguesve që lidhen me cilësinë e shërbimit ndaj konsumatorëve dhe furnizimin e tyre me energji në parametrat teknik sipas standardeve. Pika e tretë, në kuadër të harmonizimit të legjislacionit kombëtar me akuis të BE-s, ERE të vijojë përpjekjet dhe bashkëpunimin me të gjithë aktorët për të bërë të mundur transpozimin e paketës së integrimit të energjisë, si dhe liberalizimin e plotë të tregut me pakicë të energjisë elektrike. Pika e katërt, ERE gjatë procesit të shërtimit të planeve të investimeve të OSSH dhe OST të ketë në fokus
Nga njëra anë rritjen e kapaciteteve transmetuese, përmirësimin e fleksibilitetit operacional të sistemit elektroenergjetik dhe njëkohësisht të fokusohet edhe në garantimin e furnizimit sipas standardeve cilësore, të qëndrueshëm dhe të pandërprerë në zonat me intensitet të lartë të zhvillimi, përfshirë këtu edhe zonat turistike. Pika 5, ere me hyrjen në fuqi të metodologjisë mbi vlerësimin e gatishmërisë të tregut të ditës në avancë të energjisë elektrike, me qëllim për të siguruar kushte të favorshme për pjesëmarrjen e aktorëve të ndryshëm dhe integrimin e burimeve të rinovueshme në sistemin energjetik, të marrë masa për të kryer vlerësimin e parë të gatishmërisë së tregut, duke marrë parasysh ndër të tjera dhe tregun e bashkuar Shqipëri-Kosovë. Pika e 6, duhet të forcojë monitorimin e bursës Alpex, duke vlerësuar indikatorët e transparencës, konkurrencës dhe efikasitetit të tregut, dhe të ndërmarrë veprime rregullatore kur vërehen devijime nga standardet. Në të njëjtën kohë, të vijojë përpjekjet për rritjen e volumit të tregtimit të bursës Alpex, në funksion të një tregu transparent, i cili nxit investimet dhe energjinë e rinovueshme dhe rrit konkurrencën e ndershme. Pika 7, ere duhet të marrë masa për krijimin e një sistemi me template të standardizuar për raportimin e bilanceve energjetike nga operatorët e licencuar, për të bërë të mundur krijimin e një baze të dhënash më të saktë dhe më të konsoliduar për të analizuar të cilat ndikojnë në përmirësimin e inspektimeve të rregullatorit. Ere duhet të punojë gjithashtu për zhvillimin e një hapësire të dedikuar në fazën zyrtare të institucionit, ku të publikohen materiale informuese dhe udhëzuese për eficiencën e energjisë, të cilat kanë si qëllim informimin e publikut dhe aktorëve të tregut, duke kontribuar në rritjen e transparencës dhe në promovimin e praktikave të mira për përdorimin racional të energjisë. Pika 9, ere rekomandohet të marrë masa që menjëherë pas miratimit të metodologjisë nga Këshilli i Ministrave të miratojë çmimin e energjisë elektrike të prodhuar nga vetë prodhuesit, si dhe të luajë një rol proaktiv dhe të intensifikojë bashkëpunimin me të gjithë aktorët dhe palët e interesit me qëllim adresimin e sfidave dhe standardizimin e proceseve që lidhen me promovimin dhe integrimin e projekteve të vetë prodhuesve, duke rritur sigurinë energjetike dhe uljen e ekspozimit të sistemit ndaj kushteve klimatike. Si dhe pika, rekomandimi i fundit është të bashkëpunojë me strukturat përgjegjëse të Kuvendit të Shqipërisë për zhvillimin dhe konsolidimin e metodologjisë të standardizuar të treguesve kyç të performancës, si bazë për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të rekomandimeve të kësaj rezolute nga Kuvendi, në funksion të llogaridhënies dhe mikëqyrjes parlamentare. Ky angazhim duhet përmbushet brenda 3 mujorit të tretë të këtij viti. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftoj ta votojmë këtë projekt rezolutë. Faleminderit. Faleminderit. Fillojmë me listën e diskutimeve. Zoti Sinaj, keni fjalën, 5 minuta. Nderuar drejtuese seancës, nderuar kolegë, dashur qytetarë, në diskutimin e sotëm në lidhje me projekt rezolutën për aktivitetin e vitit 2025 për entin regulator të energjisë, dua që në fillim të shpreh vlerësimin tim pozitiv të punës së bërë nga ky autoritet dhe njëkohësisht dakordsinë time me rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë në këtë rezolutë. Veç kësaj, unë do të bëja erës një sugjerim, edhe ndoshta edhe nuk e kam fuqin për të bërë rekomandim, por do të kisha bërë një rekomandim erës në lidhje me çmimin e energjisë elektrike për karikimin e makinave elektrike. Erën në vitin e kaluar në tetor të 2025-s ka marrë një vendim për rritjen e çmimit të karikimit të makinave elektrike nga 14 lek në 22 lek. Dhe vetë ere e i ka justifikuar këtë rritje çmimi nga sipas kërkesës së furnizuesit të shërbimit universal,
i cili e kërkon këtë rritje duke justifikuar me rritje të kostove disbalancave teknike të furnizimit, kur vetë ere në raportin e saj ka vlerësuar performancën pozitive financiare të fëshus. Ka një paradoks që nga njëra anë e vlerëson të ardhurat financiare të fëshus dhe nga ana tjetër kërkon që të rritet ky çmim për makinat elektrike. Ere të paktën minimumin ka detyrimin të shpjegoj qytetarëve arsyen e rritjes së këtij çmimi dhe ç'është kjo kosto disbalancave teknike të furnizimit. Mjetet elektrike në Shqipëri prej disa vitesh gëzojnë një sër lehtësirash, përkatësisht për të stimuluar shtimin e përdorimit të tyre, si për shembull kemi përjashtuar nga TVSH-ja 20% çdo makinë elektrike me kilometër zero. Kemi përjashtuar makinat elektrike nga taksat vjetore të mjeteve të përdorura, kemi ulur tarifën e shërbimit vjetor vetëm me 200 lek në vit të taksës normale sipas cilindratës. Me çmimin e ri, karikimi elektrik i makinave mbetet më i ulët se çmimi i naftës për 1 kilometër, por përsëri është më i lartë përnjësi për shërbimin e furnizimit me energji elektrike në vendin tonë. Nderuar deputet, unë nuk mendoj se rritja e çmimit të karikimit të makinave elektrike do të zgjidhë hallet apo problemet teknike të FSHU-s, siç pretendon ere, dhe kjo është gjëja e fundit që duhet na interesoj përballë kostove që kanë për qytetarët. Ata qytetarë që vetë i kemi stimuluar të blejnë makina elektrike,